Në çdo kulturë gjithmonë ka pasur një supozim të heshtur se ku i takon vendi një gruaje. Më kujton historinë e dy motrave. Njëra motër e ndjek traditën në mënyrë të përkryer. Profesionalisht, ajo është në zemrën e shtëpisë, në kuzhinë, duke u kujdesur për nevojat e menjëhershme të familjes së saj dhe të mysafirëve dhe duke u siguruar që gjithçka po shkon mirë, që ushqimi po bëhet në kohën e duhur, me cilësi edhe në sasi, dhe gjithçka është e pastër dhe e rregullt. Por motra e saj më e vogël zgjedh një dhomë tjetër, një dhomë që zakonisht u rezervohej bisedave të thella dhe çështjeve që vetëm burrat mund t'i zgjidhin. E para u ankua për të voglën, teksa e pa atje ku nuk supozohej të ishte, duke dëgjuar te këmbët e mësuesit. E revoltuar u shfry. Mësues, a nuk e shikon se e zën jam? Thuaj Maris të më ndihmoj. Për një kohë të gjatë, bota e ka parë këtë si një konflikt mes detyrës dhe dëshirës, por ai moment nuk ishte një aksident. Marta, si grua e shkathët dhe aftë që ishte, mund t'ja dilte për bukuri edhe pamarin, por Marta po bënte një protestë, një vëzhgim dhe një ankesë sociale. Maria nuk e ka vendin aty. Unë po i them, por ajo nuk më dëgjon. Ndaj, thuaj i ti si mësues, që ajo nuk duhet të jetë aty mes burrave, por e ka vendin në kuzhinë. A nuk na ndodh shpesh që kur mërzitemi për diçka, shkojmë dhe pyesim dikë që mendojmë se ka urtësinë ose ka autoritet, që ai t'i kthej përgjigje pyetjes së vështirë në mënyrë që ta dëgjojë dikush që nuk po na dëgjon ne. Por mësuesi foli dhe tha: Marta, Marta, ti po kujdesesh për shumë gjëra, por Maria zgjodhi pjesën më të mirë. Me këtë përgjigje, Jezusi, që ishte mësuesi, sapo kishte përmbysur edhe një herë tryezën e stereotipeve dhe modeleve të ngurta njerëzore, sepse ai vuri në dukje se pozicioni më i lartë që një grua mund të mbajë nuk përcaktohet nga një rol në kuzhinë ose heshtja e saj, por nga prania e saj në këmbët e Perëndisë. Duke kërkuar urtësinë dhe vullnetin e tij, duke dëgjuar rajet e zemrës së tij. Kur ne i zvoglojmë gratë në funksione, ne i dehumanizojmë ose i cënojmë, i zhveshim nga dinjiteti njerëzor, i cili u është dhënë atyre nga Perëndia në të njëjtën mas pa dallim gjinor. Pra na është dhënë nga Perëndia njësoj. Por kur ne nderojmë dëshirën e grave për të vepruar në dizajnin e plot të krijimit dhe në vullnetin e Perëndisë për to, ne hymë në zemrën e Perëndisë. Mos harro, Zoti e krijoi gruan si një ezer, një fjalë që përdoret në Dhjatën e Vjetër për një ndihmë të fortë, një bashkëluftëtare, dhe jo më kot quhemi bashkëshorte ose bashkëudhtare me bashkëshortët tanë, për të qenë për krah tyre dhe jo një stol në këmbët e tyre. Zoti ju bekov, dhe nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqejnë materiale të tilla që bëjnë lidhjen e jetës së përditshme me etikën, me vlerat, me besimin, atëherë më bëni follow. Dëgjohemi në videon tjetër.